Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në pjesën numër 2 të këtij vlogu. Siç mund ta shikoni, neve jemi bërë gati shpejt ose e vonë, nuk e di se sa është ora fare, po shpresonim të dilim nga ora 9 nga shtëpia. Ora është 9:03. Okej, mirë jemi, nuk se jemi dha aq keq me të drejtën, jam do lëshoj pak flokët, do t'i sistemoj. Rezi me kocën ikën pak poshtë për të marrë një hekur për të çaketën time, se ka nevojë për pak hekur, pavarësisht se këtu thotë që nuk duhet hekur. Shpresoj mos ta diek këtu në këtë momente. Unë tani siç thash do heq këto flokët edhe duhet t'i sistemoj se më kanë dalë këto qime të lartë. Edhe ua kam gjetur Terezin, kam marrë një gjel i përzir me ujë, nuk e di, thjesht kam gjetur një gjë dije e zbulova si metodë me thënë drejtë, edhe sot do ta praktikoj prapë. E bukur është kam harruar të gjitha furçat në shtëpi, edhe u detyrova që bleva sponge, e kam bërë gjithë make-upin, edhe konturin, edhe blushin, edhe gjitha e kam bërë me sponge, po unë nuk e mësuar se i bëj gjithmonë vetëm me furçë dhe fondatinën e hap me furçë. Dhe është shumë e vështirë për mua. Edhe këto 2 ditë e kam bërë make-upin skandaloz fare, po s'kemi çfarë bën, me këto që kemi tash. Ja shikoni si kanë dalë qimet sa keq. Tani do mendoj të sistemoj pak me ujë. Plani për sot është që do ta nisim me Park Güell, ku diu se si i thon. Ta spanjollët, marrin vesh ta spanjollët se si i thon Güell i thon asaj. Atë sistemoj që këtë banja. E kam marrë gjelin këtu unë, marrë edhe për rezin, edhe për vetullat e mia. Marrë pak, jo të kisha bërë duart me ujë në fillim. Nuk e di nëse funksionon kjo metoda me vërtet apo thjesht është në teorinë tim që funksionon. Nuk dua që ti ngri fare. Ky është ai gjeli i gatubis, jo të ngri në kokë. Edhe ulin pak qimkat. Pse s'marra shumë. Vjen pak të ngrim apo ka shumë se ç'duhet unë, po sot jam marrë dorën se thash dihem sopa si metodë. Sot po e praktikoj. Mira do ishte të kisha bërë që mbrëm, fakt, që mos më shpërburiteshin nga gjumi. Nuk e di, po kjo metoda me Hitless Curl, mendoj që për shumë kohë do ngelet e preferuara ime, se si një njerëz që përton të marrë frym jo më të stiloj flokët, është metoda më e thjeshtë dhe më e mirë. I dëgjova ata që po vin. Esa piel morena me vuelve loco. Yo me enamoré con tus bellos ojos. Ay, morena, porque me vuelves loco. Tú te miras más buena que la foto. Nuk më lë ky dielli më. Neve sapo erdhëm te parku. Kemi vetëm 5 minuta që kemi ecur edhe duket sigurisht super çikant. Jo duket, po është super çikant edhe mund të them pas një dite e gjysmë në Barcelonë, mund t'i dalloj tashmë të gjitha veprat e Gautit. U bëra eksperte e veprave të Gautit, me sa duket. Me vërtet që kanë një arkitekturë jashtëzakonisht shumë të veçantë të gjitha, edhe arkitekturë që nuk e shikon kudo. I ka përshtatur aq mirë ato ngjyrat, unë do t'ua tregoj pak edhe poshtë, se nuk i kam parë akoma për vete, po do t'ua tregoj edhe ju patjetër. Dhe i ka përshtatur aq mirë ato ngjyrat e forta që mund të mendosh që nuk përshtaten aq kollaj ato lloj ngjyrash, po me sa duket Gaudi bë ka të mundur që të përshtasin ngjyrat e me sa shikoj. Pas ka qenë që fli ngjyrash me sa duket Gaudi, shumë mirë. Më pëlqen arti i tij, më pëlqen. Rezi shkoi tani që të ndroj pak krenin, të ndroj geta, sepse u fut në një pellg me ujë aty edhe u bë ujë, pastaj qante, sigur e bëri njeriu ujë. Tani shkoi Rezi që ta ndroj. Është goxha ftohtë sot, më ftohtë se sa dje. Ne erdhëm të veshur si xinxerfille sot, më mirë të ishim veshur kështu dje. Unë me këtë xhaketën absolutisht nuk përshtatet me një park, po nuk ka rëndësi, unë bëj modën time, talet bëjnë modën e tyre. Por problemi është që kjo xhaketa është edhe shumë e hollë, që do më duhet që ta mbaj këtë xhupin gjatë gjithë kohës të veshur. Edhe gjitha fotot e videot do t'i kem me këtë xhupin tani, sikur e kam bërë tatuazh. Më mirë të kisha marrë 2 xhupa se sa gjithë ato rroba poshtë. Se pra me xhupin përfundova që e vesha. Ka me vërtet shumë njerëz dhe diçka tjetër që doja të bëja unë sot, që më erdhi në mendje dje, ishte që t'ju tregoja pak se si janë çmimet këtu në Barcelonë. Dje ua tregova pak a shumë, nuk e di se çfarë ju kam treguar, po sot po mendoj që t'ju tregoj pak a shumë të paktën këto vende turistike që do shkojmë ne, ose çfarë do lloj gjëje që do na dali, që do na duhet të paguajmë, do t'ju tregoj pak edhe çmimet për ata që mendojnë të vizitojnë Barcelonën ndoshta së shpejti dhe duan të dinë pak a shumë se si janë çmimet. Këto janë çmime patjetër që nuk janë në sezon. Ndoshta kur është sezoni dhe turistët janë pak më të lartë në numër, ndoshta ndryshojnë edhe çmimet, nuk e di. Por unë do të tregoj pak a shumë çmimet që do paguajmë neve sot. Kjo në fakt më erdhi në mendje sepse më kishte shkruar një ndjekse që na thoi pak edhe çmimet që do jenë atje, kështu që po i plotsojmë dëshirën ndjekses. Për shembull, parku që jemi ne tani, që quhet Park Güell, që u thash edhe që parë, kushton 18 euro personi, 0 deri në 6 vjeç nuk paguaje, ndërsa ne të dy na shkoi 36 euro. Kështu që bëjni vetë llogaritë se sa njerëz mund të jeni nëse do vini ndonjëherë. Ndërkohë kjo pjesa këtu me palma më duket vetja sikur jam në ndonjë Hawaii ose në ndonjë Kalifornia. Nuk e imagjinoj dot se sa bukur mund të jetë nëse do kishte edhe diell. Por siç mund ta shikoni, kemi marrë motin e Gjermanisë me vete, se kështu jemi ne tersa xhint. Gjë tjetër që po vë re tek këta turistat është sa shumë njerëz kanë si kjo kamera im, që është DJI Osmo Pocket 3.
treshi, domethënë. Edhe po më duket se ku ma kanë vjedhur mua, ndërkohë që kanë kamerën e tyre. Erdhën këta të dëmtuarit. Ndërkohë edhe Krena si kisha veshur një fustan, po nga që ishte shumë ftohtë, i vesha tuta që i kisha marrë me vete, edhe i kisha veshur edhe një trench coat, vrap nuk kisha shumë besim që do ta mande ngrohtë, edhe i veshëm xhupin e ri nga Zara, të cilën nuk e kemi larg, pa të tjetrin e bëri pis, kështu që duhet t'ja vishnim. Edhe duket shumë i ngrohtë, shumë i mirë. Çka ke qenë jashtë? Shikoni pak se çfarë i bleu Rezi di e Krenës. Kur e pash në fillim, shep këtij fustanit, kjo është fustani tipik i spanjolëve. Kur e pash në fillim thash, "Ok, çfarë është ky?" Se shiko, mund ta shikosh kështu dhe mund të thuash se çfarë është ky. Po kur e veshi Krena sot më qenë su kënaqja fare Rezi donte që t'i bënte ndonjë foto. Edhe po mendoj që në çdo udhim që do bëjmë, do i marrim Krenës ndonjë gjë të tillë, ndonjë fustan ose çfarë do lloj gjëje. Ja, Krena do ta veshë tani, i pëlqeu shumë. Edhe do t'ja fusim të gjitha në ndonjë kuti ose diçka të tillë, edhe ti ket kujtim kur të rritet. Për shembull, Spajnë 2026. Nuk e keni idenë se sa njerëz që kanë. Një 20 milion tha Rezi, ja vetëm vëllezërit tanë nga Kina, mos të përtasin shumë. Am sushi sot. Sa do kënaqemi, do marrim receta sushi, ka shumë sybayame, thot. Po Rezi i quan sybayame këta. Po se keni idenë, ka pak, po nuk kishte as gjysma jo një herë, po as çereku i njerëzve që kishte. Nuk dua ta imagjinoj se si mund të jetë në sezon, nuk dua ta imagjinoj. Faleminderit Zotit që erdhëm në këtë periudhë. Me sa duket Parku Güell që nga projektuar për të qenë një vendbanim luksoz, por pas ka të shtuar projektit dhe tani është bërë një park që ta vizitojmë neve si vizitorë të nderuar që jemi. Dhe gjithashtu kjo është një nga veprat e Gaudit që është pjesë e trashëgimisë kulturore. Ka edhe ato 6 të tjera, kjo është njëra prej tyre. Gjithsesi një 2 shtëpi pas kanë bërë aty që jetojnë disa. Ndoshta jetojnë disa të pasur atje lart, kujt dihet. Gjithashtu shtëpia ku ka jetuar Gaudi ishte pikërisht ai muzeu që u tregova në fillim. Ne nuk hym patjetër, ishte me biletë atje, por edhe po të ishte pa biletë, më thënë drejtën nuk do isha futur. Nuk e di për çfarë arsye. Nuk se më pëlqejnë shumë muzeet. Domethënë duhet jetë në një muze me vërtet me gjëra shumë interesante që të më pëlqejnë. Për shembull, e di kush muze më ka pëlqyer shumë? Bunkarti në Tiranë. E kam vizituar të dyja dhe më ka pëlqyer për arsye që tregonte me vërtet të gjithë atë periudhën e jetesës në kohën e komunizmit. Ndërsa muzeet e tjerë, nuk e di, ndoshta kjo përderisa është shtëpi edhe kjo pak a shumë mendoj e njëjta gjë mund të ketë qenë. Po muze të tillë të plot më pëlqejnë, ndërsa muze që kanë ca copa këtu, ca copa atje, vjen turp ta them se jam edhe arkeolog, se na vjen dhe zorna vetja. Le ta imagjinoni që unë kam qenë një nxënëse, mund të them e mirë, mund të them mesatarisht e mirë, se 8-9 ai kam pasur. Në master e kisha 10 afare unë po. Po i mësoja se ishin për të mësuar, nuk është se i mësoja se kisha dhaj shumë qef. Kështu që po, prandaj nuk u futun tek muzeu, se nuk është se më pëlqejnë dhaj shumë. Po tani që e kuptova që ka qenë shtëpia e Gaudit, edhe mua nuk kishte pëlqyer, po tani shkoj vonë, kështu që ne kemi hambuk. E lëm shtëpinë e Gaudit për një herë tjetër. Ndryshe nga gruaja ime, mua më pëlqen çdo gjë e re. Edhe ato shtëpi dohet vizitoja për arsye kohe. Ka shtëpi, po pse ishin muze ato? Po. Se që muze, nuk jeton në një njëri pasur atje. Jo, po unë thashë, qofse do ishte në një shtëpi e ideuar dhe e lënë ashtu siç mund të ketë qenë për shembull ku ka jetuar Gaudi, do m'pëlqente, do isha interesuar për shembull të shikoja stilin e jetesës së Gaudit, arkitektit më të njohur. Ai është në botë në fakt, nuk është vetëm në Spanjë, po. Se gjithë ato trashëgimi kulturore që ka lënë ai normale, po. Nëse një herë tjetër do bëjmë prapë në Spanjë sa për të parë shtëpinë e Gaudit. Po. Te ditëlindja tjetër. Për ditëlindjen tënde, veç të ti e ke qef. Ja, një muze që na e solli Rezi në mendje që unë do kisha shumë kuriozitet që ta shikoja. Është muzeu Auschwitz në Poloni. Atë për shembull me historiku, edhe pse mua më dridhet mishi sa herë që shikoj fotot në internet, jo më ta shikoj nga afër, thjesht duke imagjinuar se çfarë ka ndodhur atje, po për historik, për kulturë, do doja që ta vizitoja dhe është e sigurt që do ta vizitojmë. Është në listën tonë, se të dy e kemi qef, kështu që do shkojmë. Të shkojmë pak edhe gjërat e këqija që kanë ndodhur, jo vetëm këto të mirat dhe të bukura, këto vendbanimet luksoze, po të mësojmë edhe për historikun e njerëzve të pafajshëm që kanë pasur një fund fatal për fatin e tyre të keq. Shikoni pak tani se sa i madh që është ky park. Ne ndodhemi këtu tani në këtë momente. Duam që të shkojmë edhe një herë të shohim këto kishat dhe ndërtesat e tjera këtu. Ndërkohë që këtu është komplet pyll dhe gjelbërim nga të gjitha anët. Këtu ishim që parë ne, te kjo pjesa këtu ishim që parë që bëm foto. Edhe shikoni pak se sa sipërfaqe madhe që është. Ndërkohë këtu kemi Barcelonën në plumb të dorës. Shikoni pak atje është edhe Barceloneta, nuk e di nëse duket tamam, mezi po pres se të shkoj atje nga afër që ta shikoj. Jo për gjë, po jam e sigurt që do më duket vetë sikur jam në Dubai, se nga fotot ashtu ma ka dhënë ndjesi sikur jam në Dubai. Shkojmë në Barcelonë, vizitojmë edhe Dubain, 2 në 1, ku ka më mirë. Shikoni pak atje është edhe Sagrada, është sa e madhe që është, shikante kur e shikon.
Histori. Si jeni? Mirë. Si ndiheni? Shumë e mos e ikë bukur. E kanë thyrë dhe kanë bërë relief. It's warm? Then it's okay. Yeah. Shumë të bukur, merre të më. 24 me 25. Shumë të bukur. 24, i rinë shumë të ngushta. Po se di, i kam mirë, s'më vrasin, po di unë. Okej, mirë. Të vrasin papi? Po 25 ja provova një herë. S'kam provuar. Ne sapo dolëm nga parku, Krenës po i haj shumë bukë, pavarësisht se tani do shkojmë tek buka, po thashë të merja në ishë të vogël, derisa të shkojmë 20 minuta që na duhet rruga. Mora këtë picën dhe dini se sa kushtoi kjo pica? 8 euro gjys. Ishte aty sa dilje nga parku, domethënë, okay. Pak a shumë si Shqipëri, që afër këtyre vendeve janë çmimet. Janë në Gjermani, nuk e se janë. Po nuk janë aq shumë ekstrem më të larta. Kjo është picë, mama. Da e krena, nuk janë ekstremisht të larta, për shumë kjo është 2 fishi, mendoj që mund të kisha kushtuar 4 euro? Apo jo, ndoshta. Tani duhet të blejmë edhe takat Krenës, përveç atij fustani që ta bëjmë tamam spanjolle. Dhe kush është e bukur? Krena nuk do picën. Bleva 8 euro gjys, nuk e do ta ha vetë, se nuk do ta hedhim kosh. Edhe që nga shumë e shumtuar. Të paktën jo për aq lek, po ti ishte 1 euro. Do e blente, do thosha hajde, se 1 euro e morë. Për pjesën e transportit publik doja të thoja që ata që janë mësuar në Gjermani me transportin publik nuk do ta kenë fare të vështirë sepse është me të vërtetë shumë i thjeshtë. Për pjesën e biletave është e mira që të shkoni online për ata që mendojnë që ta vizitojnë, sepse ne i studiuam një herë online. Kishte bilet 22 euro që mund të udhëtoje sa të doje për gjithë muajin ose këtë biletën që morëm ne dhe na e sugjeroja ideali që gjetëm atje, që ishte një bilet me 10 udhëtime. Ne deri tani kemi edhe 3-4 udhëtime diçka e tillë. Mund ta rimbushim sa herë të donim, kushtonte 14 euro kjo që morëm ne, ndërsa ajo që mund të udhëtoje sa herë të doje për gjithë muajin ishte 22 euro, që mendoj më me leverti do dalë kjo 22 euro, po nuk e di pse na e prishi mendjen na ideali dhe na tha që për turistët zakonisht marrin këtë. Okej, sepse edhe ecim në këmbë, po prapë mendoj që më e mira do ishte që të merrnim atë mujoren si sa këtë që morëm me 10, që pak të mos i numëronin sa herë hynim me dilim nga treni edhe autobusi. Tani po ikim drejt Mercado de la Buketeria. Diçka e tillë, domethënë. Do shkojmë të ham. Kam parë shumë video në TikTok edhe për këtë markatin, edhe thonë që kanë gjëra shumë të shijshme. Ne po presim tani se ka shkuar edhe ora afërsisht 1. Mëngjesin se kemi ngrënë tamam, kemi ngrënë dallishe. Ja, të picën hëngra, se hëngra ndonjë gjë. Po, ne po presim që të ham tani, të shkojmë. Ore, po i shikoni dhe ju gjitha këto që po shikoj ju? Nuk kam mundësi, nuk kisha parë ndonjëherë marka të tillë. Përfundimisht spanjollët që nga nona për të ngrënë, jo italianët, pasta, pizza. Këta po vlla ka lezet. Ne sapo mbaruam një pjat me fruta deti dhe nuk e keni iden se sa shije të mirë që kishin. Ishte me vërtet fantastik. Unë në fakt nuk mora se me demek nuk po më haj dhe me vërtet që nuk po më haj dhe ja me ngopur, nuk është se jam, po me ra lepsi. Mori vetëm rezi, po ishte me vërtet shumë e shijshme. Tani nuk e di, ndoshta do kërkojmë akoma për ushqime të tjera. Të shikoj se ka shumë lloj sa që ti s'di këtë marrësh edhe duhet të bësh një zgjedhje shumë të mirë që mos të marrësh kot më kot. Edhe Krena ndërkohë kënaq duke ngrënë karkaleci thoshte. Tani po bredha ndej, po harxhon karkaleca. Ale një herë ai ka ushi me prosciutto, me jamona, ça ishte ajo, po jamon kam përshtypjen që ishte. Jo, këta nuk e thon jamon, këta i thon hamon, kamon, nuk e di. Nuk e kam ide, nuk jam spanjolle e lindur. Po ajo ishte, domethënë ndihej ai jamoni aq i freskët sa nuk e keni ide. Bashkë me djathin. Djathi ishte pastaj tjetër nivel. Ndërsa ajo gjëja që mora unë ishte gjiro, ajo që sjella unë me patate dhe me mish pule. Po, e mora me mish pule dhe më pëlqeu shumë me atë ngopa unë në fakt. Edhe më shijoi shumë edhe ajo, po tani nuk e di, dua të ha ndonjë gjë të ëmbël, do shikoj se çfarë mund të zgjedh ose ndoshta ndonjë frut, kishte disa mikse me fruta me sapash, ndoshta do marr atë miksin me fruta, të provojmë pak fruta të reja egzotike. Jo këto, apo këto. Okej, e pas kam brapa. Ke lekë të holla ti? Fare më. Po të trasha, kam 1 euro. Gracia. Okej, të marrim një. Hello. One like this, fruit salad. Thank you. Thank you. No, thank you. No, thank you. Juhu. Frut pasioni. Shalqi, që i thënë kësaj? Rush, ky rushi po më duket si i palar. Nara rushi! Për sot më duket si i palar ky. Rushi po nejse, do e heqim rushin. Do pirunin që ta haj Krena. Së le kjo të hash edhe jo. Pjepër, marr mami një pjepër ta me dorë. Mirë? Edhe kjo.
Shumë mirë. Jam kurioze të provoj çika ananasin, nësa shije do jetë. Këtë ëmbëlsi duhet jetë ananasi. Shumë mirë. Sigur jemi në Hawaii duke ngrënë ananas. Se unë fakt e di se si është të hash ananas në Hawaii. Tjetër, çfarë kam? Kam çik si kjo. Edhe kjo shumë mirë. Shalqi, do shalqik rena. Po mbyllim eksperiencën e Markatës me një lëng me frut pasioni dhe me çfarë ishte kjo tjetër? Se më me mango du. Oh, sa ja m'pëlqen ka. Keshis, sa të më dha. Zoti më shumë të më dha. Sa i mirë ky lëngu. Po me çfarë ishte ky me frut pasioni? Këtë ndjej goxha. Se di se çfarë ishte tjetra. Shumë i ëmbël, shumë i mirë. Tamam për mbyllje. E ndjeva se çfarë është përbërës së dytë është kokos. Barda, wow, sa shumë. Tani jemi nisur drejt Casa Batlló. Casa Batlló, po mirë e thash. Edhe kjo është sërish një vepër e Gaudi. Është përmendur Gaudi në këtë video. Po se kam unë fajnë me thënë drejtën. E ka Gaudi veç që ka bërë gjithë këto atraksione turistike. Ose shtëpia e dragojit ndryshe, kështu e quajnë. Tani do ikim këtej poshtë shtëpia. Djetë pas. Po lash telefonin. Tani kemi ja 20 minuta rrugë në këmbë. Mund të merrnim edhe tren, atë autobusin. Është më shpejt 9 minuta, po kemi të vazhdojmë rrugën në këmbë. Ti bëjmë 40.000 hapa sot. 20 dje, 40 sot, vemi ja 60.000 hapa. Po jo, me vërtet që na shijon më shumë që të ecim në këmbë se sa të marrim autobusin. Nuk na kushton që të marrim autobusin, po do zgjedhim tek këmbë. Na blinë një shpat. Shes kanë edhe shpata këtu. Tani më thoj pak se si të duk Markata. Markato ishte, nuk e di të me thënë, kishte çdo gjë të mund që nuk kisha parë ndonjëherë një markat të tillë. Atë thashë edhe unë që s'kisha parë ndonjëherë. Jemi njerëz të paparë, të padal. Kush të pëlqeu më shumë nga të gjitha? Por vërtet ishin shumë të mira ato. Çfarë ishte ajo? Të fllaqe çfarë ishte? Si të fllaqe po diçka. Gjiro thoshte atje. Gjiro. Se neve shqiptarët themi sprafë, se gjiro e thonë në vërtet, se pite sufllaqe e thonë atyre të tjerave me shkopin që themi në shish kebab. Edhe ishte se kemi të tonat, nuk ka ndonjë. Po, ishin shumë të mira të dyja. Vetëm të kesh stomak bosh të hash. Atë më tha edhe ajo shoqja që thash më ka treguar madje këtë vendi. Ajo ma tregoi në fillim edhe pastaj që po më dilin edhe videot në TikTok, edhe më thash që s'ka problem në Barcelonë mjafton që ke për të ngrënë mirë tha. Dhe to kënaqesh, nuk e ka shkon, edhe kishte shumë të drejtë. Tani këtu përveç faktit që po bëjnë edhe shumë punime, ka përshtypjen është qendra. Qendra është po. Po shikoni pak pamjen nga mbrapa se sa bukur që duket. Edhe s'kemi fajin ne që duam që ta shijojmë në këmbë këtë, sepse këto lagjet e Barcelonës me vërtet që të japin një vibe aq pozitiv. Dhe më duket vetja sikur jam në një telenovela española. Të duket vetja si hispanike. Hispanike. Yo hablo español. Shko kaluam të pasticceria që ishim te ky gili që nuk është se na nderojmë, me thënë drejtën. Shikoni pak se sa njerëz kanë në një ditë fund janari. Një New York i vogël që nuk fle kurrë me sa duket, nuk e di se spam dot jetën e natës. Edhe s'kemi për ta parë ndonjëherë sa jemi me fëmijë të vegjël. Për të arritën fëmijët, sigur jemi 7 fëmijë. Për të arritet krena edhe mase, kuptojmë se si është jeta e natës në çdo qytet, se kështu nuk e shijojmë dot. Sa harrova t'u thoja për çmimet, gjëja më e rëndësishme për sot. Çmimet nuk mund të konsiderohen as të lira as të shtrenjta, mund të kishte edhe gjëra të lira dhe gjëra të shtrenjta. Për shembull, çfarë morëm ne? Ai xhirua për shembull ishte 7 euro. Çfarë morëm tjetër? Ajo i kaushi me jamon edhe me djath ishte 5 euro. Ajo pjata me frutat e detit ishte 40 euro për një person. Tjetër, çfarë morëm tjetër? Këto frutat pasaj këto gjëra nga 3 euro, nga 2 euro e kështu. Si shaj se lira, as shtrenjta. Konsideroni vetë se kjo puna e lirë e shtrenjtë është shumë relative. Varet se sa e ke buxhetin, varet se sa do të shpenzosh që të quash të lira apo të shtrenjta. Mendoj që për ato ushqime që kishte atje, duke pasur parasysh në Gjermani për shembull, ushqimet e detit nuk kanë atë lloj shije dhe mund të jenë edhe më të shtrenjta se aq. Prandaj e konsideroj që është një çmim normal. Edhe në Shqipëri kam përshtypjen pak a shumë me të njëjta çmime mund t'i gjesh. Esa piel morena me vuelve loco. Yo me enamoré con tus bellos ojos. Ay, morena, porque me vuelves loco. Tú te miras más buena que la foto. Ese grande nena, préstame un ratito. Quiere tomar y le sirvo un vasito. Quiere gozar y le saco un pasito. Vamos a bailar, dale despacito. Y si él no puede, yo se la quito. Si quieres perrear, vete nena pa' acá. Reggaetón y la cumbia la ponen bien hard, baby.
Është me të vërtetë shumë bukur. Duket sikur çdo gjë është ndërtuar në kaq perfeksion. Problemi vetëm në këto momente është skrena e cila është më shumë se sa e acaruar. Dhe do që ti kapi ti thyej të gjitha. Është ora 3 dhe ajo nuk ka fjetur fare. Ajo që më bën përshtypje është që nuk ka pothuajse asnjë vit të drejtë. Janë të gjitha me valcime dhe me vërtet janë në perfeksion. Dhe me këto ngjyra që si gjithmonë punimet e Gaudit, ndërtesa është ndërtuar për të shfrytzuar sa më shumë dritë natyrale. Shko sa bukur që ngjarë me dritë natyrale këtu. Është përdorur blu e errët këtu sipër dhe blu më e lehtë poshtë. Aty bëhen foto ndërkohë. Do ta bëjmë edhe në një foto patjetër. E bëm edhe foton, kështu dalë shumë i bukur. Këto fotot me vërtet që janë një kujtim shumë i bukur kudo që i bëjmë. Edhe sidomos fakti që neve s'ka kush na i bëj tjetër edhe detyrohemi i bëjmë këto fotot. Kështu janë diçka që do ngelet. Fotoa do ngelet të paktën edhe do t'i kemi kujtime edhe kur t'i shohim pas shumë vite. Morëm edhe një monedhë që e pat tek video. E mori re si dhe ka qefrin si të gjërat e vogla të maj kujtime. Tani na thanë që të presim këtu 3 minuta. Tani kam përshtypjen do dizën drita, diçka e tillë. Kjo ndërtesa është komplet rreth dritave dhe dritës. Po me vërtet një punë fantastike. Ja vlejten ato lekët e biletës. Bileta kushtoi 25 euro personi. Por që me vërtet që ja vlen ta vizitosh. Flas nga autobusi tani, më fik kamera dhe jo vetëm që më fik, po më mbush edhe memoria full, kështu që normalisht nuk filmova më. Nuk është se bëm ndonjë gjë me thënë drejtën, se thjesht shkova unë në një McDonald's, nuk është se bleva gjë, thjesht shkova në tualet se po vtisja për të shkuar në tualet. Trenën e zuri gjumi pas gjitha të sherrri që bëri, shko pak sa bukur deti, shko në detin sa bukur. Dhe tani jemi nisur për te teleferiku. Do shkojmë të bëjmë edhe eksperiencën me teleferik, që shikojmë të gjithë Barcelonën nga sipër. Rezi thotë është vetëm 10 minuta udhëtim, do shikojmë se si funksionon dhe sa është. Dhe kam parë edhe këtë në TikTok, si gjithmonë tani, në TikTok i shohim gjitha. Kemi 12 minuta rrugë me këtë autobusin, sepse në këmbë ishte larg, po nuk isha ndërmend që të ecja në këmbë, sepse më filluan sërish të më dhëmbin maksimum, me shumë mundësi do përfundoj prapë te shapkat edhe. Ose nëse janë vetëm teleferik do heq kputucët. Bajra këmbë atje. Edhe kështu ta provojmë edhe pak teleferiko se kam qejf ta shoh një herë Barcelonën nga sipër. Këtë teleferikon po më dhim se ta 19 euro shi biletës. Për person? Për person. Ishte një të shtim më mira i dajtit, se nuk pam fare atë pjesën si që kisha parë në internet. Ndoshta është teleferiku gabuar. Po nëse, kena shikoj pak mama ku kemi ardhur. Pak më se ti. Po tani po kthehemi. Domethënë ishte një 10 minuta rrugë, po paktën kishim parë ndonjë gjë, po mirë që ishte 10 minuta e morëm vesh, na paguash 19 euro. Jemi live këtu nga teleferiku. Ndaluam një moment, na ndaluan ata. Më hipi pak frika mua, Rezi jo, e mbajti vetëm, po tundeshim, po lëkundeshim kështu. I fut edhe ndonjë detaj i re, si për shembull ka bërë ndonjë ulje emergjente atje se duket marrë në njërin në zvarr. Me këto detajet për shembull nuk kishin të nevojshme në këto momente. Po lëkundej shumë. Domethënë normalisht është normale. Po frener ndoshta prandaj. Po qysh po fren shumë herë. Sa janë shanset që të flem këtu sot? Kemi as batanie. E si me helikopter. Si me helikopter? Po frem vërtet shumë herë. Shkoni pak Barcelona, jo Barcelona. Po puthen ato zama. Ti s'më put fare mua. Që nga ne 2 çupa. 2 vajza. Po ushqyen. Po sa po puthen. Mbaroi kaq është eksperjenca 20 minuta në total, 38 euro. Ne po do të nxjerrin natë 38. Ne kalojmë pak te plani B, heqim atletët se nuk po mundemi dot më sot i madh. Ne bëshim shapkat, sërish me shapka. Kështu që i bleva unë pa jo me shapka, po të dalë zbatur fare aty. Birkin stofët e mi. O sot i madh, më ndonjë një sekondë më shumë. Kemi që të shkojmë atje tek ajo Barceloneta në fund ta shikojmë pak. Të ikim pa e parë fare. Kam veshur edhe çorape mbi këto geta të kënaqem fare. O, zoti i madh, çlirova tani. Kemi
Qa the thajë? Te gruaja bëhet zgjidhje në turp. Baterinë apo mura kot? Po thashtë për baterinë, se ka blerë bateritë e Saturni, e po mburre që ka blerë baterinë shumë të mirë, edhe na ka rikojt gjithë telefonat edhe kamerat, edhe tha, vetëm te gruaja gabova, unë tha, pa bateritë zgjedhje të mira. E kuptoni apo se kuptoni? Kështu e thotë dhe ju burri? 200, ham, u 3, ham. Edhe që po thoja unë s'kishte autobusa atje sipër, edhe kemi 12 minuta në këmbë, e si kemi gjetur rrugë për të kaluar me karrocë, si gjithmonë halli karrocierëve. Kjo është të gjejnë në rrugë. Edhe tani po ikin te la Barceloneta. Tani unë shpresoj që besoj që duhet ketë me patjetër në një lokal aty me një ëmbëlsirë. Sa shumë rrugë sa kemi bërë, u zeruan fare ato ushqime që nga atje te markata. Me 0 kalori të rrez. Po na mori uria prap tani domethënë. Nuk e di çfarë do ham, mua. Nuk është po më hal, po më hal ëmbëlsirë. Kom them që mori uria. Çofim çfarë do gjejmë atje. Bëjmë ndonjë. Shkojmë çofim pak një herë çik det me sy pastaj tjera. Nuk mund të kem unë një palë shtëpi për shembull këtu. Ti burri, pse nuk më blen një palë shtëpi këtu mua? Që pastaj të dalim një pasdite janari. Është ftohtë, nuk është se ngrohtë, po prap, ajo ideja që ja fërtetit. Harom jodi vëlla, harom jodi. Njerëzit po luajnë me volejboll, po kënaqen. Kam një shishe me jodi në shtëpi sot, po jo me jodi. Në një ujë të oksigjenuar ke? Jo, me vërtet ka një ndjesi aq të mirë këtu, ky det i jep një qetësi shpirtërore që nuk di të them. Pas kanë rënë recipeta që kanë pa. Pas ka qenë në shef koca me sa duket. Po, është freskët, sepse normalisht afër detit edhe fryn pak herë, po o zoti ma dallg deti. Edhe ajo e Dubait aty, perfekte. Ja, kur thjeshe me burrin, për shembull të vije këtu të mbytesh. Të vije të bëje ndonjë xhiro, të qetësoje trurin. Po ja, neve maksimumi e qetësojmë trurin me bordë, se kështu skemi neve. Po shumë bukur, një pamje fantastike. Ose ma duhet kish marrë dhe dije këtu. Kena ke ftohtë? Shikoni pa krenën. Kena mbulua. Është shumë ftohtë me vërtet, po fren shumë erë. Si qyshi kisha marrë këtë batanien, po prapë është shumë ftohtë. Baba, do na blesh në një palë shtëpi këtu apo jo? As bella fare. Do blesh 2 palë shtëpi. Nena çon nga të duash, po. Te turku do përfundojmë për të ngrënë. Na kapi syri një turk. Luna de Istanbul. Luna de Istanbul. Është edhe afër detit, nuk e di se si e ka fituar një vend afër detit. Ke turku, po pra aq kosa të ketë Ballkan si ne, do ketë punë edhe ky turku. Tam të hanin ngopësh. Kishim goxha, kishim restorante të tjera atje, po nuk e di pse na thërriti gjaku te ky turku tani edhe do ham në kebab këtu në doner, ku diun se ç'mora aty. Edhe do ham edhe besoj që do nisemi për në shtëpi, se nuk kemi më fuqi. Sot kemi bërë pak më shumë se sa dije kam për shtëpi, nuk jam shumë e sigurt. Do bëjmë llogari se sa atraksione turistike pam dije sa sot. A mirë buk se shikoni se jam, si po flasin, nuk po mbaj dot më. Na dhëmbin këmbët, mam ka kapur edhe këtë pjesa e shpatullës, thosh se dina për çfarë më ka kapur, ndoshta nga i ftohtë aty në vetë. Do ham edhe do nisemi viva la casa, se e tepruam sot Rezar. Të harxova qita lekët, si ndihesh? S'ke as. Ja harxojmë ti, harxojmë bashkë. Harxojmë bashkë. Nuk harxova unë. Pastaj më për çfarë kemi? E jem të ham tani neve. Po na i solli këtu, po sa i solli. Këso ham. Hyem në hotel, më në fund ishte një rrugë shumë e gjatë. Nga atje ku ishim deri në hotel, diku te 45 minuta me autobus, po të paktën kishim vetëm një autobus për të ndruar, jo shumë. Kaluam mirë, e kaluam me sukses, frynte një erë të mërshme, nuk e keni idenë se sa ftohtë që është, mendoja që në Gjermani ishte ftohtë, po me sa duket që nga më ftohtë këtu, se nuk e di, domethënë ftohtë në Gjermani se përballoj, ndërsa këtu jo, nuk e di. Është edhe për faktit, jo ndoshta, po edhe për faktit që nuk jam veshur siç vishem në Gjermani normalisht, por që ishte me të vërtetë shumë ftohtë tani në darkë. Ne erdhëm në hotel, shkuam edhe pak
pak në supermarket. Tani po rrim pak, unë bëra një dush trupit, se flokët them t'i laj nesër në shtëpi, duke qenë se nesër do kthehemi përsëri. Edhe krena si bëra një dush trupit dhe them edhe asaj t'ja laj flokën nesër në shtëpi. Duke qenë se nesër nuk është se kemi përbërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme, thjesht do ham ndonjë mëngjes edhe të ikim, sepse në orën 10 duhet nisemi për të qenë atje në 11 edhe në orën 1 nisemi. Kështu që unë them që ta mbyll këtu vlogun edhe për sot. Nuk jam e sigurt nëse u thash të gjitha çmimet sot që u premtova. Ua thash besoj pak a shumë apo jo. Barcelona është një qytet që patjetër e sugjeroj për ta vizituar të paktën një herë në jetë. Duhet me patjetër ta shikoni Barcelonën dhe stilin e jetesës këtu. Kam me vërtet një ndjesi shumë pozitive këtu në Barcelonë, gjason shumë me jetesën e Shqipërisë. Është një qytet i madh, shumë njerëz. Mund të kaloj deri në rrëmuj, po unë qytetet kështu i kam shumë shef në të drejtën. Nuk e dua qytetet e qeta, nuk jam për momentin te këto. Qytetet me pak njerëz ose kështu. Mendoj që do jetoja me gjithë shef këtu në Barcelonë, vetëm për faktin që ngjason shumë me jetesën e Shqipërisë. Mund të them. Me vërtet që ka shumë anë pozitive, ushqimin e ka fantastik. Jashtëzakonisht shumë të mirë, nuk e di. Jam impresionuar. E di që Barcelona kishte ushqim të mirë, po në këtë pikë nuk e prisja me të drejtën. Çmimet pak a shumë mua tregova. Nuk besoj, mua të paktën nuk më bëri ndonjë diferencë nga çmimet e Gjermanisë. Kuriozo jam të di se si janë rrogat këtu, duke qenë se çmimet janë pak a shumë si në Gjermani ose pak më shumë duken mua, nuk e di se. Kur jam me pushime nuk është se vë shumë truri në punë që të thuash. Jo po kushton pak më shumë në Gjermani apo kushton pak në Gjermani, edhe të bësh këtë lloj krahasimi. E rëndësishme është Barcelona na dha një eksperiencë fantastike, fatmirësisht edhe krena ka qenë mirë, nuk ka qenë shumë e grindur, okej, me ato të vetat po jo, ka qenë shumë mirë edhe na ka lejuar që ta shijonim. Atje te Casa Batlló na e prishi çik qefin se filloi mori për kohë. Po Casa Batlló çuditërisht ishte një nga atraksionet që na la pa fjalë që të dyve. Në vërtet Gaudin e kanë një thesar, edhe unë nuk kujtova se ku kam qenë Gaudin. Unë kisha gjuar edhe në bar Gaudin me qira fjala. Kisha qenë shumë shpesh veprat e tjera arkitekturore, po pastaj kujtova që unë kam bërë një lëndë në universitet që quhej arkitektura dhe pikërisht aty e kam qenë. Shpresoj që ai profesori im i arkitekturës mos të shohë vlogjet e mia se do mbëj atentat direkt. Por po, kishte një kulturë jashtëzakonisht shumë të bukur dhe që duhet ta shikoj dhe ta përjetoj. Mendoj që çdo njeri të paktën një herë në jetë. Nëse do kishte qenë koha me diell, kam përshtypjen do ishte akoma dhe më mirë. Jo, kam përshtypjen, jam shumë e sigurt që do ishte shumë më mirë. Ndoshta kur vim herë tjetër, nëse do vim në një kohë më të mirë. Jo kur të jetë shumë fap, se edhe kur është shumë fap nuk më pëlqen. Nuk besoj se do ta shijojmë, po të jetë koha kështu. As fap, as ftohtë, të jetë tamam. Kështu, unë ju falenderoj shumë që më keni ndjekur edhe në këtë vlog. Kam shijuar pafund, së bashku me Barcelonën, kam shijuar pafund edhe faktin e dokumentimit nëpërmjet videove këtu për ju, por edhe për veten time. Jam shumë e sigurt që do jetë një kujtim shumë i bukur edhe për mua kur ta shoh pas disa vitesh. Unë do t'ju ftoja shumë që të më suportonit me një subscribe, një like dhe një comment. Ishte një nder shumë i madh për mua nëse i bëni këto për faqen time, e cila është duke u rritur pak na pak, jo pak na pak. Është duke u rritur në një mënyrë që unë nuk e prisja gjallë në botë, të paktën jo kaq shpejt. Edhe jam shumë e lumtur që e nisa këtë punën e YouTube-it dhe nuk shihemi bashkë vetëm nëpërmjet TikTok-ut, por edhe nëpërmjet tyre vlogjeve pak më të gjata, që të njihemi pak më shumë me njëri tjetrin. Ju të më njihni mua, se unë mund t'ju jon nëpërmjet komenteve pak më shumë juve. Dhe kështu, ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në këtë vlog. Shpresoj mos të kam çarë kokën. Po kam çarë. Bëheni gjithsesi atë like dhe subscribe, ma bëni halal. Ne do të shihemi tek video e radhës. Mirupafshim. Pafshim.